Shikimi është një nga shisat më të rëndësishme për njeriu. Syt nuk janë vetëm pasqyra e shpirtit, por edhe një indikator i shëndetit të përgjithshëm. Në një kohë kur teknologjia dhe ekranet digjitale e mbushin ditët tona, ruajtja e një shikimi të qartë është bërë më e vështirë, por natyra ka dhënë zgjidhje. Ushqimet e duhura mund të mbrojnë syt, të parandalojnë sëmundjet dhe të përmirësojnë aftësinë vizuale. Ky artikull është një udhëzues i detajuar mbi ushqimet, nutrientët dhe strategjitë për një shikim të shëndetshëm. Kapitulli 1. Nutrientët kyç për shëndetin e syve. 1. Vitaminat A dhe beta karoteni. Vitamina A është esenciale për shikimin natën dhe për mbrojtjen e retinës. Beta karoteni, i pranishëm në karota dhe pemë të tjera me ngjyrë portokalli, shndërrohet në vitamin A në trup. Mungesa e vitaminës A mund të shkaktojë xeroftalmia, thatësi të syrit dhe humbje të shikimit natë. Ushqimet më të pasura: karota, patate të ëmbla, spinaq dhe lakër jeshile, mango dhe kajsi. 1-2 Vitamina C. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që mbron syrit nga radikalet e lira dhe ndihmon në parandalimin e kataraktit dhe sëmundjeve të retinës. Për më tepër, ajo ndihmon në prodhimin e kolagjenit, i cili është i nevojshëm për strukturën e qepallës dhe korneas. Ushqimet më të pasura: portokallet dhe limonat, kiwi, specat e kuq dhe jeshil, brokoli. 1-3 Vitamina E. Vitamina E është një tjetër antioksidant i fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen e qelizave të syrit nga dëmtimi oksidativ. Konsumi i rregullt i saj lidhet me një ulje të rrezikut për makulopati degenerative të lidhur me moshën. Ushqimet më të pasura: arat dhe bajamet, fara të ndryshme, dielli, kungulli, spinaq dhe brokoli, vaj ulliri ekstra i virgjër. 1-4 omega 3. Acidet yndyrore omega 3 janë të rëndësishme për retinën dhe për parandalimin e sindromës së syve të thatë. Ato ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në sy. Ushqimet më të pasura: salmoni dhe sardelat, farat e chia dhe linja, arat, vaj i peshkut, 1-5 luteina dhe zeaksantina. Këto pigment karotenoide gjenden në retinë dhe mbrojnë syt nga drita e dëmshme blu dhe oksidimi. Konsumi i rregullt i luteinës dhe zeaksantinës lidhet me uljen e rrezikut për degenerim makular. Ushqimet më të pasura: spinaq dhe lakër jeshile, brokoli, speca jeshile dhe e kuqe, reza. Kapitulli 2. Ushqimet më të mira për shëndetin e syve. Karota përmirëson shikimin natën dhe parandalon thatësinë e syrit. Spinaçi, burimi i luteinës dhe zeaksantinës, mbështet retinë. Brokoli mbështet strukturën e syrit dhe lufton inflamacionin. Specat e kuq dhe portokall, pasur me vitaminë C dhe karotenoide. Peshku i yndyrshëm, salmoni dhe sardelat përmbajnë omega 3. Arat dhe farat, burimi i vitaminës E dhe acidit linoleik. Vezët, lutein, zeaksantin dhe vitamin D për mbrojtje të retinës. Frutat e pyllit, boronicat, mjedrat dhe frutat e tjera të kuqe përmbajnë antioksidant të fuqishëm. Agrumet, burimi i vitaminës që forcon enët e vogla të gjakut të syrit. Patate të ëmbla, burim beta karoteni dhe karotenoide të tjera. Ushqimet që parandalojnë sëmundjet e syve. Kapitulli 3. Katarakti. Katarakti është turbullimi i lenteve të syrit, një sëmundje që prek kryesisht të moshuarit. Faktorët kryesor janë plakja, ekspozimi ndaj rrezeve dhe dëmtimi oksidativ. Ushqimet antioksidante mund të ngadalsojnë zhvillimin e kataraktit. Ushqimet më të dobishme: agrumet, portokall, limon, grejp, burimi i vitaminës, arat dhe bajamet, burim i vitaminës E, spinaçi dhe lakra jeshile, burim i luteinës dhe zeaksantinës. Peshqit e yndyrshëm, omega 3 për mbrojtje të retinës. Këshilla praktike: përveç konsumit të ushqimeve, është e rëndësishme të mbani sy të mbrojtur nga dielli me syze, dielli me filtrin V, dhe të shmangni pirjen e duhanit, që përshpejton kataraktin. Kapitulli 4. Degenerimi makular i lidhur me moshën. Degenerimi makular është humbja e qendrës së shikimit dhe ndikon kryesisht tek të moshuarit mbi 50 vjeç. Mungesa e nutrienteve, kyç si luteina dhe zeaksantina rrit rrezikun. Ushqimet që parandalojnë spinaçi dhe lakra, lutein dhe zeaksantin. Specat e kuq dhe portokalli, vitamin C. Arat dhe farat, vitamin E dhe acid yndyror omega 3.
salmoni dhe sardelat, omega 3 DH dhe P. Këshilla praktike. Konsumimi i një sallate me spinaq, speca të kuq dhe një peshk yndyror 2 herë në javë mund të ulë rrezikun për ED. Kapitulli 5. Sindroma e syve të thatë. Ky problem është më i zakonshëm tek personat që përdorin shumë ekrane kompjuteri ose celulari. Ushqimet që përmbajnë acide yndyrore omega 3 ndihmojnë në prodhimin e lotit dhe zvogëlojnë thatësinë. Ushqimet më të dobishme: salmoni, sardelet dhe tuna, burim DH dhe P. Farat e linjës dhe chia, omega 3 bimore. Arat, antiinflamator natyral. Këshilla praktike. Përveç ushqimit, bëni pushime të shpeshta nga ekranet dhe përdorni lot artificial kur është e nevojshme. Kapitulli 6. Glaukoma. Glaukoma shkakton dëmtim të nervit optik dhe humbje të shikimit periferik. Ushqimet antioksidante dhe ato që përmirësojnë qarkullimin e gjakut ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të nervit optik. Ushqimet më të dobishme: agrumet dhe boronicat, vitamins dhe antioksidant. Arat dhe farat, vitamin E dhe acide yndyrore. Spinaci dhe brokoli, lutein dhe zeaksantin. Peshqit e yndyrshëm, omega 3. Këshilla praktike. Kontrolli i rregullt i presionit të syrit është kyç, dhe dieta mund të shërbejë si mbështetje për shëndetin e syve. Kapitulli 7. Miopia dhe shikimi i lodhur. Megjithse miopia lidhet kryesisht me gjenetikën, lodhja e syve nga ekrane dhe mungesa e nutrientëve mund ta përkeqësojë. Ushqimet e pasura me vitamin A dhe antioksidant ndihmojnë në ruajtjen e qelizave retinale. Ushqimet më të dobishme: karota dhe patate të ëmbla, beta-karoten. Spinaci dhe brokoli, lutein dhe zeaksantin. Agrumet, vitamins. Këshilla praktike. Merrni pushime çdo 20 minuta kur përdorni ekrane dhe sigurohuni që ndriçimi i ambientit të jetë i përshtatshëm. Dieta ditore për sy të shëndetshëm. Kapitulli 8. Rëndësia e një diete të ekuilibruar. Shëndeti i syve nuk varet vetëm nga një ushqim i vetëm, por nga një dietë e pasur dhe e larmishme. Kombinimi i vitaminave, mineraleve, antioksidantëve dhe acidëve yndyror omega 3 ndihmon në parandalimin e sëmundjeve dhe përmirësimin e shikimit. Një dietë e ekuilibruar duhet të përfshijë perime të gjelbërta dhe portokalli, fruta të freskëta dhe të kuqe, peshk të yndyrshëm dhe burime bimore të omega 3, arëra, fara dhe drithëra integrale, vajra të shëndetshëm, si vaj ulliri dhe avokado. Kapitulli 9. Udhëzues ditor ushqimor mëngjesi. Omlet me spinaq dhe domate. Një fet buk integrale. Një got lëng portokalli natyral. Ky mëngjes ofron vitamin A, lutein, zeaksantin dhe vitamins, të gjitha të domosdoshme për sy të shëndetshëm. Drek, sallat me brokoli, speca të kuq, karota dhe arra. File, salmoni i pjekur me limon. Një portokall për ëmbëlsirë. Ky kombinim ofron omega 3, vitamine E, lutein dhe antioksidant të fuqishëm. Darka, patate të ëmbla të pjekura dhe spinaq i zier. Peshk i bardh ose tofu. Boronica të freskëta si garnitur. Kjo dark përmirëson shëndetin e retinës dhe lufton dëmtimin oksidativ. Kapitulli 10. Kombinimi i nutrientëve për efekt maksimal. Disa nutrient punojnë më mirë kur kombinohen. Për shembull, luteina, zeaksantina, vitamins, mbrojnë retinën nga drita blu dhe radikalet e lira. Omega 3, vitamin E, përmirësojnë qarkullimin dhe reduktojnë inflamacionin në sy. Vitamin A, karotenoide të tjera, përmirësojnë shikimin natën dhe parandalojnë thatësinë e syve. Kombinimi i tyre në një dietë të përditshme është strategjia më e mirë për sy të shëndetshëm. Kapitulli 11. Ushqime dhe zakone që duhet të shmangen. Përveç konsumimit të ushqimeve të shëndetshme, është po aq e rëndësishme të shmangni ushqimet dhe zakonet që dëmtojnë shikimin. Sheqeri i tepërt rrit rrezikun për retinopati diabetike. Ushqime të përpunuara dhe të yndyrshme përkeqësojnë inflamacionin. Pirja e duhanit shkakton degenerim makular dhe katarakt. Mbivendosja e ekraneve pa pushim shkakton lodhje dhe thatësi të syve. Kapitulli 12. Ushqime të veçanta për shikim natën. Shikimi natën kërkon vitamina dhe minerale specifike që mbështesin retinën. Karota dhe patate të ëmbla, beta-karoten. Spinaq dhe brokoli, lutein dhe zeaksantin. Peshk i yndyrshëm, DH nga omega 3. Djath i bardhë dhe vezë,
vitamin A dhe zink. Këto ushqime janë të domosdoshme për ata që udhëtojnë natën ose kalojnë shumë kohë në errësirë. Ushqimet sezonale dhe shprehit e mira për sy të shëndetshëm kapitulli 13. Ushqimet sezonale për shëndet të syve. Përdorimi i ushqimeve sezonale siguron freski, nutrient të plot dhe shije më të mirë. Disa nga ushqimet më të mira për secilin sezon janë: Prambera, spinaçi i freskët dhe sallatë jeshile, asparag dhe bizele, agrumet e hershme si portokalli dhe limoni. Përfitimi: shumë lutein dhe vitamina A për parandalimin e dëmtimit oksidativ. vera, Speca të kuq dhe të verdh, boronica, mjedra dhe qershi, domate të pjekura në diell. Përfitimi: antioksidant të fuqishëm dhe beta-karoten për mbrojtje nga rrezet V. vjeshta, Karota, kungulli dhe patate të ëmbla, moll dhe dardh, arra dhe fara të ndryshme. Përfitimi: beta-karoteni dhe vitamin E për mbështetje të retinës dhe lëkurës rreth syve. dimri, Brokoli, lakër jeshile dhe kale, peshk i yndyrshëm si salmon dhe sardelat, agrumet si portokalli dhe kivi. Përfitimi: omega 3 dhe antioksidant për mbrojtje të përgjithshme dhe parandalim të kataraktit. Kapitulli 14. Receta të thjeshta për shikim të qartë 1. Sallat spinaçi me boronica dhe arra. përbërësit, 2 filxhan spinaq i freskët, 1-2 filxhan boronica, 1-4 filxhan arra të thërmuara, 1 lug vaj ulliri dhe limon. Përgatitja: përzie spinaçi me boronica dhe arrat, shto vaj ulliri dhe limon. Shërbeje me një herë. Përfitimi: shumë lutein, zeaksantin, vitamin E dhe antioksidant për mbrojtjen e retinës. 2. Salmoni i pjekur me brokoli. përbërësit, 150-200 g salmon, 1 filxhan brokoli, krip, piper dhe limon. Përgatitja: pjek salmonin në furrë 15-20 minuta, zije brokolin dhe shërbeje së bashku. Përfitimi: omega 3 për sy të lubrifikuar dhe antioksidant për parandalimin e degenerimit makular. 3. Sup karote dhe patate e ëmbël. përbërësit, 2 karota të mëdha, 1 patate e ëmbël, 1 qep dhe hudhër, krip, piper dhe pak vaj ulliri. Përgatitja: zije të gjitha përbërësit derisa të zbuten, përziej dhe shërbeje të ngrohtë. Përfitimi: beta-karoten dhe vitamina A për shikim natën dhe mbrojtje të retinës. Kapitulli 15. Shprehit e mira për shëndetin e syve. Përveç dietës, disa zakone të përditshme ndikojnë direkt në shëndetin e syve. Pushime nga ekrani, rregulli 20-20-20. Çdo 20 minuta shiko diçka 20 metra larg për 20 sekonda. Mbajtja e hidratimit, pini ujë të mjaftueshëm për të parandaluar thatësinë e syve. Syze dielli me filtrin V parandalon dëmtimin nga dielli dhe degenerimin e retinës. Kontrolli rregullt oftalmologjik, çdo 1-2 vite, ose më shpesh për personat mbi 50 vjeç. Shmangia e duhanit dhe alkoolit të tepërt ndihmon në mbrojtjen e nervit optik dhe retinës. Ushtrimet dhe strategjitë për shikim të qartë kapitulli 16. Ushtrimet për sy. Ushtrimet për sy ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në retinë, relaksimin e muskujve të syrit dhe reduktimin e lodhjes së syve nga ekrane. Disa ushtrime të thjeshta përfshijnë: 1. Ushtrimi 20-20-20. Çdo 20 minuta punë me ekran, shiko një objekt 20 metra larg për 20 sekonda. Përfitimi: redukton lodhjen e syve dhe përmirëson fokusin. 2. Rotacioni i syve. Mbyll syt dhe bëj rrotullime të ngadalta të syve, nga e djathta në të majt dhe anasjelltas. Përfitimi: relakson muskujt rreth syrit dhe përmirëson fleksibilitetin e tyre. 3. Fokusimi afër larg. Mbajni gishtin përpara fytyrës, rreth 20 se. Fokusohuni mbi të për disa sekonda, pastaj shikoni diçka larg. Përsëriteni 10 herë. Përfitimi: përmirëson fokusin dhe shpejtësinë e akomodimit të syrit. 4. Palming. Fërkoni duart për të nxjerrë nxehtësinë dhe vendosini mbi sytë e mbyllur për 1-2 minuta. Përfitimi: relakson muskujt dhe zvoglon tensionin vizual. Kapitulli 17. Strategjitë për shikim të qartë gjatë gjithë ditës. Përveç dietës dhe ushtrimeve, disa zakone të përditshme janë të domosdoshme për mbajtjen e shikimit të qartë. Drita natyrale, kaloni disa minuta në diell çdo ditë, por mbrojtuni me syze V. Shmangia e ekraneve para gjumit,
Drita blu pengon prodhimin e melatoninës dhe mund të ndikojë në lodhjen e syve. Ndriçimi i ambientit, sigurohuni që dhoma ku punoni të ketë ndriçim të mjaftueshëm, jo shumë të fortë dhe as shumë të dobët. Shmangia e stresit. Stresi i vazhdueshëm ndikon tek tensioni i syve dhe përkeqëson shikimin e përkohshëm. Kontrolli i rregullt i shikimit, vizitat periodike te oftalmologu, janë kyçe për zbulimin e hershëm të problemeve vizuale. Kapitulli 18. Kombinimi i dietës, ushtrimeve dhe zakoneve. Shëndeti i syve është rezultati i një kombinimi të ndërgjegjshëm të 3 faktorëve kryesor. Dieta e pasur me nutrient vitamina A, C, lutein, zeaksantin dhe omega 3. Ushtrimet për sy përmirësojnë fleksibilitetin dhe qarkullimin e gjakut. Shprehit e shëndetshme ndihmojnë në mbrojtjen e nervit optik dhe retinës, parandalojnë lodhjen dhe sëmundjet kronike. Shembull i një rutine ditore për sy të shëndetshëm. Mëngjesi, omelet me spinaq, një gotë lëng portokalli. Puna, ushtrimi 20-20-20 çdo 20 minuta. Dreka, sallat me boronica, brokoli dhe salmon. Pasdite, ushtrime rrotulluese dhe fokusimi afër larg. Darka, sup karote dhe patate e ëmbël. Para gjumit, palming dhe pushim nga ekranet. Kapitulli 19. Përfundimi dhe këshilla praktike. Shikimi i qartë është një rezultat i vazhdueshëm i dietës, zakoneve dhe ushtrimeve. Nutrientët punojnë më mirë kur konsumohen rregullisht dhe në kombinim me një stil jetese të shëndetshëm. Parandalimi është më efektiv se kurimi. Filloni tani me dieta të pasura me perime, fruta, peshk dhe ara. Kontrolloni shëndetin e syve çdo vit dhe mbani sy të mbrojtur nga dielli dhe lodhja. Kjo pjesë përfundon ciklin e artikullit praktik mbi ushqimet dhe strategjitë për shikim të qartë, duke e bërë artikullin një udhëzues të plotë për sy të shëndetshëm.